Kryedemokrati Sali Berisha priti këtë të martë në Selim Blu deputetin e CDU në Bundestagun gjerman Peter Bayer, njëkohësisht drejtuesi grupit për Ballkanin Perëndimor. Në një dalje për mediat, Berisha u shpreh se gjatë takimit e kishte njohur zyrtarin gjerman me sfidat dhe problematikat me të cilat përballet Shqipëria. Sigurova se ne qëndrojmë të vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë, natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësi të tjera me të cilat ne përballemi. Ndërkohë, zyrtari gjerman Peter Bayer bëri të ditur se në bisedë me kryedemokratin ka pasur diskutime mbi procesin e integrimit evropian të vendit. Diskutuan për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, një vend që shpeshherë përmendet si një nga vendet kryesuese në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga këndvështrimi i Berlinit, ne shohim gjithashtu disa sfida dhe zhvillime të fundit në këtë vend, veçanërisht sa i përket çështjeve që lidhen me sistemin e drejtësisë. Këtë të njëjtën, më 12 mars, Berisha ka thirrur protestën e radhës kombëtare, duke e cilësuar si kryengritjen paqësore më të madhe që ka njohur ndonjëherë vendi.